ai është ai cili vendos se do të shkojnë në lidhje ose nuk do të absolut, domethënë, më fal, ku ka i martuar po unë do mi përmbush gjanat e mia personale. Po, domethënë, logjika nuk e ka. Është vendimi i tij. Po, është vendimi i tij, po nuk është gjë normale. Na jena të fol për një fenomen që nuk është normal. A disa lidhje dashurie kanë filluar në atë mënyrë? Po pikërisht ajo njerin që s'munësh me nalë, po në fund të ditës është respekti, është një tro ftyrë që ka një njerin ditën e sotit. Se na tash mujna edhe qëtu që në të resuli mu bo harakiri para kretë në idealin mund të asynojmë gjithë ditë, po është ideja me fol e rujt intimitën e familjes të dy rasteve. Idealja do kishte qenë ajo. Unë po pajtona që kjo thosht ka të drejtë se a i vetë pe banë. Unë vajzën se fajsoj në atë mes. Nuk ka një personi i tretë s'ka kur faj, as burë, edhe burë nëse qoftë. Në qoftë se aty ka faj. Tash qoftë burë ose gru, në qoftë se burë ose gruja. Se është josh nga parja e hujtë. Nuk kujdeset për familjen e vetë, pse me u kujdes qika halkut ose djali botës. Më thonë, përgjithësi e burrit është masfari me rritë familjen, apo? Jo, e të dyve. Jo, e burrit të martu. Që unë ta të regoj. Nëse është ai i cili i trafton. Leadershipin në familje e ka gruaja, autoritetin e ka babaj, gjithmonë. Pse po e them këto? Jo ishim të folë për babajnë dhe të dashurën. S'ka faje dashura. Aty babaj do të mi që dur të naltë edhe mi dur të krejt që ka të familja vetë, nëse do në të filanën, letec. është vendimi. Shkon me ta. Ajo filani s'ka faj. Pa undal nështë në detaja, po në rastet e lidhjeve shumë fishta online. Jënë shumë të mundra për mes platformave online dhe këto ndodhin për disa arsye. Fillimisht ndodhin për faktin që një lidhje që ka fillu një lidhje shpejt, jo analitike, jo e mirë mendume dhe pa tjetër që rrugës mund të hasë edhe në kërkesat të tjera, nevojat të tjera për njohje me personat të tjerë. Kështu që është me të vërtet një hapësirë digjitale shumë e madhe që ty të krijon mundësi njohje me shumë persona paralel. Kjo është një emet madje për faktin që ti ende nuk je i përqendruar në atë çfarë ti kërkon. Është një njohje reale të cilën ti dëshiron me ndërtu në raport me pritshmëritë tua, kërkesave që ti ke me individin, apo është thjesht një farë aventure që ti po e bën nga personi në person duke mos u përcaktuar realisht në qëllimet tua për çfarë edhe po i mban ato kontakte. Prandaj kjo është edhe rrezikshmëria apo ana negative që mund të kenë edhe platformat digjitale apo online. Platformat digjitale. Jonida, si e shet ti këtë mundësin për lidhjet shumë fishta? Digitalizimi për fat keq ta jep këtë mundësi edhe fillon me një like, me një ftehë për miqësi, nga një koleg që shumë mirë mund ta kesh thjesht në LinkedIn koleg, qoftë se do të duhet, e mund të kesh numrin e kontaktit nëse të duhet për punën apo emailin e zyrës dhe nuk ke pse i kërkon ftehë për shoqëri ekstra, edhe duke i bërë like edhe zemra ndërkohë që e ke edhe bashkëqortën aty, sepse është vërtet, domethënë, nis me një gjë shumë të vogël, nuk e di kush ka zonjat e tha, nis me një gjë shumë të vogël dhe përfundon pastaj në marrëdhënie me familje. Po, përfundon në marrëdhënie që priçen, por jam shumë dakord me Ritën që tha një gjë që nuk është faj as asaj zonjës në marrëdhënie as atij zotrisë, por e atij personi që lejon dhe nuk mbron familjen e vet. Pra në të gjitha